Më datë 15 qershor në orën 19:10, zyrtarët policor nga SPB Tetov privuan galeria dy persona me inicialet NK dhe NK, të dy 39 vjeç nga Tetova për shkak të shkeljes rendit dhe qetësisë publike, duke u përleshur fizikisht me njëri tjetrin, gjatë së cilës njëri prej tyre ka përdorur një mjet qelqi, po merret masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 12:25 në SPB Tetov është njoftuar se në rrugën lokale midis fshatrave Bogovin dhe Urviç në rajonin e Tetovës ka ndodhur një aksident trafiku midis një automjeti pasagjerësh Ford me targa të Tetovës i drejtuar nga NSH 52 vjeçar nga fshati Shipkovic dhe një automjeti pasagjerësh Volkswagen Golf me targa të Tetovës i drejtuar nga FR 68 vjeçar nga fshati Novosel në rajonin e Tetovës. Në aksident, JIM, pasagjer me automjetin Ford, ka pësuar lëndime të rënda, ndërsa shoferi FR dhe pasagjerët e tjerë me automjetin Ford, SL, MA, MD dhe MD, pësuan lëndime të konfirmuara nga Spitali Klinik i Tetovës. Inspektim është kryer nga një ekipi SPB Tetov. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontrolli intensifikuar i automjeteve dhe shoferëve në zonën e SPB Tetov. Gjatë kontrollit u zbuluan dhe sankcionuan gjithsejt 14 shofer, Tetov 9 dhe Gostivar 5 për parkim të gabuar dhe të papërshtatshëm, ka të cilët dihet Tetov 5 dhe Gostivar 5 u morën me automjetin special me rimank. Gjithashtu janë evidentuar dhe 24 lloje tjera të kundërvajtjeve rrugore, Tetov 5 dhe Gostivar 19.